ndërmarrë një aksion spektakular për të hajnuar naftën me kontrabandë. Rimolit zi, në kombin tonë që përzikohet edhe brenda strukturës e vetë territoriale, po edhe jashtë. Me një matematikë të thjeshtë që kam bërë unë aty, vinte se për çdo 20 minuta ashtu janë shkarkuar 30.000 litra karburant. Nga një ma unë në tjetrën që i priste në tokën e Kosovës. Ekstremizmi është ekstremizëm, ai është fushat, pavarësisht se ti je me këte ose me këte. Ekstremizmi bën të veten dhe të përlan. Pikrisht këtu qëndron esenca pra, sepse gazetat edhe TV-t që janë të pavarura, përpiqen të jenë të pavarura, ato s'mund të bijetojnë sepse s'kan bazë financiare, nuk i financon askush. Rrisë janë derdhur miliardës, më them mirë, po miliarda euro në Kosovë. Edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga Rusia, edhe nga Serbia sidomos. Për të do thotë që informacioni dhe informimi i popullatës faktikisht të gjojnë shtigje të reja. Thonë ushtarakët të fuqishëm se lufta fitohet me media.